Nga shtuna Prizrenit është dështuar edhe një adresë e re që premton të bëhet një nga pikat më të preferuara të qytetit. Adore Lounge Pasiceri e vendosur në Bashdërhane tek Albanika Residence ka hapur zyrtarisht dyert me një ceremoni inaugurimi të organizuar në mënyrë solemne në praninë e një numri të madh mysafirësh, e ku ishte edhe kryetari i komunës Shaqir Totaj, nënkryetari Kujtim Gashi dhe drejtor të ekzekutivit, përfaqësues të institucioneve lokale, biznesmen, personalitetet e jetës publike, artist, përfaqësues të mediave dhe figura të njohura nga Prizreni dhe rajoni, të cilët uruan pronarët për këtë investim të ri dhe të rëndësishëm për qytetin. Me këtë rast, kryetari Totaj thë se sot Prizrenit i ushtua edhe një lokal i bukur dhe unik në Bashdërhane, Adore Lounge Pasiceri, vlerë e shtuar dhe begati për hotelierin e qytetit tonë. Dhemi me një lokacion me një qytet më të bukur në Kosovë, ajo s'ka dilemë, po dhe lokacioni brenda qytetit është shumë i mirë. Prandaj gjithëve ju dëshiroj mirëseardhje edhe ju falenderoj për kohën që e keni ndarë me ardh këtu. Jemi në një event, kisha me thonë pak si të veçantë, për shkak se bëhem në hapjen të një lokalit më specifik. I ndëgjuam që pas ka ushqime të mira, pas ka mëlsina, pas ka pije. Gjithë ata, duhet me falenderu gjithë ata që kanë punu që ky lokal më rrevollu, se përshirë është me standarde kështu pak më të alta, edhe jam shumë i sigurt, kështu popullor që thuhet dita mirë të kallëzon sabah, në sabah nuk jemi në akşam, por megjithatë është një fillim i madh, edhe jam shumë i sigurt që do të ketë klient, do të ketë konsumator, për shkak se ka begatu ofertën hotelerisë Prizrenit, edhe normal është një kontribut edhe për vetë familjen, për punëtorët, po edhe për komplet qytetin e Prizrenit, i cili çdo ditë më tepër përshëndrohet edhe në qendër turistike, edhe në qendër kulturore dhe objekte lokale si ky, gjithsesi jashtojnë, është një vlerë e shtuar për gjitha ato karakteristika dhe ato kvalitetet që i ka Prizreni. Prandaj uroj që të shkojë mbarë, edhe uroj që edhe kur të fillon punën në rregull me po që ka shumë njerëz, sepse ajo do të jetë një tregues se po bëhet një punë e mirë. Ju ftoj të kënaqeni në vijim të programit. Faleminderit. Atmosfera festive u shoqërua me një koktejl inaugurus, ku të pranishmit patën rastin të njihen nga afër me konceptin modern të Adore, ambient elegant dhe ofertë pasur gastronomike që ky lokal sjell për qytetarët e Prizrenit. Ambient modern dhe luksos, hapësira të mjaftueshme dhe komode, shërbim profesional si dhe menyja pasur me ushqime, pije, kokteje, kafe dhe ëmbëlsira të përgatitura me përkushtim, e bëjnë Adore një destinacion të veçantë për të gjitha moshat. Të pranishmit të vlerësuan investimin dhe konceptin e ri që sjell Adore, duke theksuar se Prizrenit i është shtuar një hapësirë moderne, ku qytetarët dhe vizitorët do të mund të kalojnë momente të këndshme me familje, miqët apo partnerët e tyre. Hapja Adore Lounge Pasiceri konsiderohet një tjetër investim që pasuron ofertën gastronomike dhe turistike të Prizrenit, qyteti i njohur për mikpritjen, historinë dhe traditën e tij. Nga tash, dyert e Adore janë të hapura për të gjithë, duke ftuar qytetarët të përjetojnë një eksperiencë të re, ku cilësia, shija dhe rehatia bashkohen në një adresë të vetme. Televizioni Besa do të vazhdojë të përcjellë ngjarje që kontribojnë në zhvillimin ekonomik, turistik dhe shoqëror të Prizrenit dhe rajonit. I've been patient, found you here, it's no accident. Subtle cues, follow you where you go. Don't be wasting my time, I won't be chasing. Call my name, no stranger, I know your face. I'll play your games, darling, and then through the dark to call my name.
your reason.